Ja ku po takohemi sërish të bashku me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit. Ka ndodhur ditën e sotme keq kuptime pafund. Dyshime, hamendsojnë, lajme krijojnë, pse Egli nuk reagon, pse Egli nuk flet, pse Egli kështu, pse Egli ashtu. Në një kohë ku një story i munguar në Instagram mjafton për të ngritur alarm në media, Egli Tako, një nga emrat më të dashur dhe më të komentuar të Big Brother VIP, është kthyer sërish në qendër të thashethemeve dhe lajmeve sensacionale. Shumë prej tyre, siç e vërtetojnë investigimi ynë, nuk janë gjë tjetër vetëm se keq interpretime dhe lajme të rreme. Për javësh, portalet kanë ngritur pikpyetje mbi gjendjen emocionale, personale dhe madje edhe shëndetësore të Eglit, duke u mbështetur në një fakt të vetëm, heshtjen e saj në Instagram. Por sa e vërtetë është kjo heshtje dhe më e rëndësishmja, çfarë fshihet pas saj? Që pas daljes së saj të dytë nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, Egli Tako ka zgjedhur të jetë më e rezervuar në rrjetet sociale. Një zgjedhje personale dhe mjaft e kuptueshme për dikë që vjen nga një përvojë intensive, publike dhe emocionale siç është Big Brother, faktikisht Egli ka postuar vetëm një story në Instagramin e saj dhe ka bërë pinet disa nga postimet e vjetra në një lëvizje që duket se nuk është spontane, por e mirë menduar. Pikërisht këtë strategji e ka përdorur edhe pas daljes së saj të parë nga Big Brother, si për të fshirë zhurmat dhe për të vendosur në vit të re nisjeje. Por këtë herë heshtja e saj është shoqëruar me një val lajmesh të frikshme dhe të pavërteta. Një numër portalesh kanë publikuar lajme ku pretendohet se Egli po përjeton probleme shëndetësore, si ka hyrë në një periudhë të depresionit apo madje se është ndarë nga partneri i saj Gjesti. Këto lajme të pak konfirmuara dhe të bazuara vetëm në mungesën e postimeve nuk qëndrojnë fare me realitetin. Redaksia jon kontaktoi burime të afërta me Eglin dhe mund të konfirmoj se ajo gëzon shëndet të plot, është shumë aktive profesionalisht dhe po e përjeton një periudhë të artë zhvillimi në jetën e saj. Pas daljes nga Big Brother VIP Albania 4, Egli nuk është zhdukur nga sytë e publikut, ajo thjesht po përgatitet për një rikthim të madh. Këtë herë me një rol të rëndësishëm dhe profesional në Top Channel, që mendojmë se do ta starton nga muaji tetor, kur të gjithë emisionet do të startojnë, Egli do ta kemi në një pozicion me patjetër. Sipas burimeve tona, ajo pritet të zërë një pozicion të veçantë në një prej projekteve të reja të kanalit, që do të japë asaj hapësirën për të shprehur veten në një formë tjetër, për te reality show dhe për te thashethemeve, dhe një tjetër surprizë që pritet nga Egli është rikthimi i saj në muzikë. Ajo është duke përgatitur këngë të reja që do të publikohen së shpejti dhe burimet e afërta përshkruajnë si një projekt të fokusuar te dashuria dhe përvoja personale me mesazhe të forta dhe të ndjera. Ndryshe nga se pretendojnë portale të ndryshme, Egli Tako është në kulmin e energjisë së saj, duke u fokusuar në projekte të mëdha dhe në një rrugë të re në karrierën e saj. Larg dramave të krijuara artificialisht, po ajo po ndërton me qetësi një profil të ri, më të pjekur, më profesional dhe shumë vlerë për publikun. Egli nuk ka nevojë të shpërndajë çdo moment të saj për të dëshmuar se është mirë. Zgjedhja e saj për të qëndruar larg zhurmës së rrjeteve tregon maturi, vetëdije dhe përkushtim ndaj asaj çka vërtet ka rëndësi, cilësia e punës dhe thellësia e përmbajtjes që ajo sjell. Në një botë ku jemi mësuar që çdo emocion të publikohet më një herë, çdo pauzë të interpretohet si shenjë dështimi apo krize, por Egli Tako na kujton se gjithmonë heshtja është negative. Ndonjëherë ajo është përgatitje për një kapitull të ri, më të bukur dhe më të fuqishëm, dhe për Eglin ky kapitull sapo ka nisur. Egli është në gjendjen e saj më të mirë, po kalon ditët më të bukura, po përgatitet për të ardhur mrekullueshëm tek të gjithë shqiptarët. Do të jetë në shumë emisione në Top Channel ftuar për të dhënë intervistat e saj të para, për të treguar për ndjesinë e saj, për të treguar për marrëdhënien e saj, dashurinë e saj me Gjestin, por njëkohësisht edhe për të treguar
fenomenin e femrës shqiptare që do të jetë ftuar në Goca dhe Gra, me patjetër që po. Dhe më pas pritet që Egli me ky smet të Zotit nga muaji shtator mund të jetë pozicionuar në një emision në këndin e moderatores në televizionin Top Channel. Unë e pata thënë edhe dje dhe po e them edhe sot. Top Channel është një fabrikë, ç'në kupton? Në qoftë se mediat e tjera luftojnë për të krijuar klikime duke ftuar personazhe në për intervista të ndryshme, Top Channel-i personazhin e krijon vet, e rrit vet, e formon vet dhe më pas lufton me personazhin e vet. Dhe realisht personazhet të cilat i përdorën Top Channel-i në ditën ku ne jetojmë janë personazhet më të klikuar nëpër median sociale, që në fakt media sociale i kërkon me patjetër. Dhe kështu që në asnjë mënyrë jam shumë i bindur produksioni i Top Channel nuk do të kishte lënë Egli Takon pa i besuar një rrugtim të bukur në një kënd të një moderatores në një mënyrë për një tematik të grave apo qoftë edhe tematika për shëndetin ku Egli ka folur hapurazi. Do me thënë që ta përfundojmë lajmin, ato lajme që ju i shikoni që Egli nuk është mirë me shëndet, nuk ka bërë reagim, është narga gjesti, janë lajme kritësisht të reme. Egli është shumë e lumtur, është shumë e gëzuar dhe po jeton çdo çast në mënyrën më të mirë të mundshme. Ne do të takojmë sërish të bashku me lajme të tjera, ju vazhdoni na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV.